këtyre u pengonte avancimi i çështjes shqiptare. Dhe përmes nacionalizmit, ata e rritën edhe ndikimin tek popullata maqedone që për fat të keq, partitë politike maqedone pak kanë punuar në drejtim të marrëveshjes së Ohrit, për t'ju shpjeguar atyne që tani më karakteri i shtetit ka ndryshuar, nuk është Maqedonia e viteve 90-ta, që në mënyrë arbitrare në 1989 e ndryshuan kushtetutën, i hoqën shqiptarët si popull konstituiv në Republikën e Maqedonisë dhe bën Republikën vetëm të maqedonasve. Do thotë, këtu ishte edhe generatori i krizës, sepse u mohu gjithçka më shqiptare dhe Maqedonia ishte laboratori mbi antishqiptarizmën. Para eksperimentet bëheshin në Maqedoni, tani aplikoheshin në Kosovë. Shkollat e përzierja, ndalimi i shkollave të dhunimi i institucioneve e kështu me radhë. Do thotë, VMRO-ja bëri një politikë të gabuar, u kthy pas, dhe kjo i vendosi në situatë goxha të vështirë shqiptarë. Aq më keq që nuk i respektoi legitimitetin e shqiptarëve, por mori shqiptarë të ndershëm, siç i kishin bërë ato disa takime, se e keqja e këtij vendi është Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Bashkimi Demokratik duhet varrosur, duhet vrarë politikisht Ali Ahmeti si pengesa kryesore. Dhe tani me futjen e këtyre shqiptarëve të pamerituar, nëse meritonin dhe në fundja fundit e gjitha halal do u bëhen, ta bënin punën aq sa kemi bërë na, të mos e degradonin çështjen aq keq. Do thotë, është kontestu ligji i gjuhës. Sakt. Është hek ballanceri. Janë hek instrumentat kryesor për inspektoratet për kontroll të implementimit të gjuhës dhe zbatimit të ligjit të gjuhës. Përfaqësimi i drejtë është katastrofë. Do thotë, nga 50 maqedona asnjë shqiptar pranohet. Dhe kjo nuk është propagandë, është për keqardhje. Se po të kishin vazhdu, punën që e kemi bërë na, këta asnjëherë s'munden ta bëjnë, sepse ne si Bashkim Demokratik për Integrim kemi hyrë me 0,5% përfaqësim, me 1%, me 2% në për institucione, dhe e kemi lënë në Maqedoninë me kryeministër shqiptar. Dhe kryeministër shqiptar nuk e kemi bërë për salltanet dhe të bëjmë kashëlluk në bashkëqytetarëve të Maqedonisë, po e kemi bërë për porosi tek komuniteti maqedonez, se ky shtet është i dhe joni, ne duhet të drejtohemi edhe si kryeministër, po edhe si president dhe të gjitha organet vitale të shtetit. Vetëm për